Përshëndetje të dashur ndjekës, përshëndetje të nderuar miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë së bashku me ju lajmet më të fundit që kanë të bëjnë nga artistët shqiptarë. Dua të ndaloj pak tek Mimoza Ahmeti. Mimoza Ahmeti, pas suksesit të jashtëzakonshëm që pati në Ferma VIP, suksesi i saj vazhdon të jetë tashmë edhe jashtë fermës. Mimoza ka qenë tepër e diskutuar, ka qenë tepër e komentuar për vazhdimsinë e saj, se çfarë do të bën tashmë Mimoza pas fermës, ku do të pozicionohet Mimoza pas fermës dhe si do të jetë fati i saj. Unë kam pritur që të ketë intervista ekskluzive dhe sinqerisht i bëj thirrje publike Mimozës, e pres në një intervistë. Publiku e do shumë që të dëgjoj rreth përditshmërisë së saj, rreth jetës së saj tashmë, si kanë qenë momentet e para të takimit me Lukën pas përfundimit të një spektaklit siç është Ferma VIP, si ka qenë momenti i tyre, çfarë ka ndodhur në marrëdhënien e tyre, si shkojnë gjërat, do të thënë ka patur shumë pikpyetje nga publiku se si është jeta e Mimozës tashmë pas Ferma VIP. Mimoza ka bërë një postim në Instagramin e saj, ajo është rikthyer tashmë përditshmërisë, nga momentet e bukura që kaloi në fermë, nga qetësitë, nga humori, nga dinamikat e lojës, Mimoza është kthyer në përditshmëri, domethënë është kthyer tek ushqimi, është kthyer tek gatimi, është kthyer tek shtëpia, tek Leon, fal se thash Luka, është kthyer tek njerëzit e saj të dashur, por është kthyer edhe në punën e saj të përditshme. Mimoza është rikthyer në universitet. Ajo është pritur me shumë dashuri, është pritur me një mirënjohje të thellë, sepse edhe për universitetin është një arritje pa diskutueshme për një grua e cila do me thënë tregoi dimensione të saj, dimensione që ne në fakt nuk kemi arritur që t'i shohim tek të tjerët, një grua që në fakt tregoi vlera njerëzore dhe mendoj që e bëri edhe universitetin ku Mimoza ligjeron, e bëri që të jetë universitet edhe më, do me thënë, më i ndjerë, më dinamik edhe më i bukur, do me thënë të ketë gjithçka brenda saj. Mimoza dukeshte që ishte krenare në fakt me arritjen e saj dhe i duket e paimagjinueshme që kjo mikpritje po i bëhet, por unë them gjithmonë Cezari merr atë që meriton. Dhe në këtë rast Mimoza ishte një Cezar që ndër vitet të tëra nuk e kishte marrë atë që ajo meritonte, atë që ajo dëshironte ta merr, do me thënë nuk e kishte marrë ndër vitet të tëra, dhe kështu që mendoj tani ishte koha, edhe pse në një moshë goxha, jo pak, ishte koha që Mimoza të merrte atë gjën që ajo meriton ta merrte. Dhe kështu që unë e përgëzoj dhe dua ta duartrokas arritjen e Mimozës, sepse vërtet është një arritje fantastike që Mimoza ka bërë tashmë në jetën e saj. Do me thënë Mimoza është rikthyer përditshmërisë në universitet.